Për shumë izraelit kjo është një ditë e shënuar. Pengjet e mbajtura nga Hamasi që nga nisja e luftës po rikthehen në shtëpi. Forcat mbrojtëse të Izraelit ka njoftuar se Hamasi ka liruar 20 pengje dhe do t'i nështrohen fillimisht një kontrolli mjekësor. Në kombim të pengjeve, Izraeli do të lirojë 250 të burgosur palestines dhe më shumë se 1700 të ndaluar. Ndërkaq, 28 pengje të tjera, 26 prej të cilëve besohet se kanë vdekur dhe fati i 2 të tjerëve është i panjohur, do të lirohen në një fazë të mëvonshme. Nga pamjet shihen automjete që po transportojnë pengjet e shoqëruara nga forcat ushtarake dhe Agjencia e Sigurisë së Izraelit. Ndërkohë, shërbimet dhe forcat izraelite përreth burgut u përgatiten për lirimin e të burgosurve palestines në Izraelin jugor, në Ketziot dhe Ofer në Brekun Perëndimor. Mira izraelit kanë mbushur sheshin e Tel Aviv duke brohuritur nga gëzimi dhe duke shprehur falënderime. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe bashkëshortja e tij Sara publikuan një dedikim drejtuar pengjeve. Në emër të të gjithë popullit të Izraelit, mirë se erdhët përsëri, ju kemi pritur dhe ju përqafojmë, Sara dhe Benjamin Netanyahu, shkruhet në letrën e publikuar në platformën X. Familjar të shumt shkëmbyen telefonata me të afërmit e tyre që janë mbajtur peng nga Hamasi për 2 vite që nga nisja e luftës. Plani i paqes me 20 pika propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump është dakordsuar pjesërisht nga 2 vendet në konflikt. Deri më tani, trupat izraelite janë tërhequr nga disa vende të caktuara, të mira palestines të shpërngulur janë rikthyer në Gaza, ndërsa bisedimet vijojnë për arritjen e një armëpushimi të përhershëm.